liga jonë është ligë e vlerësuar tashmë edhe është pothuajse më e mira në Ballkan e renditur në ranglistën e UEFA-s, që kjo është realisht një kënaqësi kur e sheh se për sa vite, për sa kohë na kemi mujtë të arrijmë në këtë pozicion. Pozicioni 34 nuk është pozicion i vogël për ne, për faktin që na tash e 10 vjet veç jemi në këtë ligë, ose të pranuar, ku ekipet tona kanë bërë koeficiente dhe kanë bërë rezultatet e mira në arenën ndërkombëtare, dhe sidomos rezultoi me shkurjen e disa futbollistëve, nëse mund ta quaj kështu, nëpër ligat më të rëndësishme. Mund t'ja u them dy risi që për mua janë shumë të rëndësishme. Njëna është që sot besoj që e keni pa lajmin që prej ditës sodit mund të aplikon secili trajner i klubeve të juaja për licencën Pro UEFA. Nëse ka asi që nuk e kanë, dhe jam shumë i lumtur për këtë rast që ne kemi arrit në këtë afat shumë të shpejt me ardhmë në të gjitha kategoritë dhe deri te licenca më e lartë që jepet në UEFA. Po ashtu si vjet risi do ta kem që më shumë ndeshje do të shohim në vendin tonë, në klubet tona, në qytetet tona, në dritat e reflektorëve, sepse kemi filluar procesin dhe projektin e ndriçimit të stadioneve të Superligës, sidomos dhe sigurisht që do të vazhdoj, nuk është vetëm për këto ekipet të Superligës ose stadionet të Superligës, po ka me qenë për shumë qytete. Dhe besoj që këto risi mund të them lirisht që do të binë sa më shumë ekonomi dhe më shumë tifoz në klubet tona, në stadionet tona. Pra i lusë tifoz që t'jenë afër klubeve të tyre, po ashtu futbollistë që të bëjnë një garë të fortë, një garë shumë kompetitive, e cila do të rezulton me fitoren apo nxirjen e një kampioni i cili është meritor. Këto e dojmë dhe për këtë punojmë. Ky bashkëpunim përfaqëson vazhdimsinë e partneriteti që ndonte njëjtat vlera dhe vizion për zhvillimin e futbollit në vend. Për Albi Mall, ky partneritet ka qenë dhe vazhdon të jetë më shumë se një angazhim sponsorizues. Ai është një investim në zhvillimin e futbollit kosovar dhe një dëshmi e besimit ton që në potencialin e sportit vendor. Jemi krenar dhe jemi pranë Federatës së Futbollit të Kosovës, klubeve, lojtarëve dhe tifozëve, të cilët me pasionin dhe përkushtimin e tyre bojnë futbollin një prej elementeve më të rëndësishme të shoqërisë tonë.